Nga fillimi i qershorit deri fundin e shtatorit, 36 qendra shëndetësore verore në zona turistike, Bregdet apo Mal do t'u ofrojnë shërbim pushuesve 24 orë në 7 ditë të javës. Nisur nga përvoja e vitit të shkuar, këtë vit janë hapur 3 qendra të reja, ndërsa 2 të tjera do t'jenë në lëvizje. Në çdo qendër shëndetësore do t'jenë në shërbim 3 mjek dhe 3 infermier me 2 turne. Janë 3 ndryshe nga viti i shkuar që janë shtuar, kisha e shëndohet në Laç, është ajo e qafës së pazarit në Gjirokastër dhe ajo në Kalan e Beratit. Dhe vijojnë të jenë të hapura sigurisht Jala, Hamallaj, edhe qendra shëndetësore verore e Bogës, duke qenë se kemi shtuar staf infermieror edhe staf mjekësor shtesë prej hapjes së qendrave të reja, ndryshe nga viti i shkuar që për 216 pozicione ne patëm diku te 400 aplikime, këtë vit për 227 pozicione kemi patur 600 aplikime. I kemi dhënë prioritet shumë viteve të eksperiencës, duke qenë se këta mjek, këta infermier janë personel që përballojnë urgjencat mjekësore, që i përgjigjen urgjencave që vijnë nga 127, që i përgjigjen urgjencave që duhen shoqëruar në spitalet bashkiake apo spitalet rajonale. Rastet e rënda mjekët i referojnë në spitalin bashkiak apo rajonal më të afërt, ndërsa në këto qendra pushuesit mund të marrin ndihmë për disa shërbime shëndetësore. Shërbimet që mund të marrin janë që nga vizitat e thjeshta, që nga matjet e tensionit, matjet e glicemis, mund të bëjnë po ashtu një vizit me EKG, pasi kanë aty dhe EKG-n edhe monitorin, janë aty po ashtu mundësit për të ndërhyrë me defibrilator si pas vlerësimit që bën mjeku dhe infermieri për rastin që është paraqitur ose tek i cili ata kanë shkuar. Kemi një koordinim të vazhdueshëm me spitalet rajonale dhe spitalet bashkiake për të referuar tek specialistët vizitat të tjera shtesë, përveç furnizimit që ata kanë marrë dhe janë duke marrë aktualisht nga Drejtoria Qendrore Operatore të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, sigurisht kemi teprica medikamentesh edhe nga viti i shkuar, nga furnizimi që kemi patur. Në qendrat shëndetësore verore sezonin e shkuar, sipas operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor, u kryen 80.000 vizita dhe rreth 22.000 procedura mikrokirurgjikale. Fal ndërhyrjes së personelit të tyre, u shpëtuan 70 persona, të cilëve ju rrezikohej jeta nga incidente në plazhe apo male. Numër më të lartë vizitash u kryen në qendrën e Velipojës, Shëngjinit dhe në plazhin e Durrësit. Më shumë se 30% e pacientëve ishin turistë të huaj.